Siç edhe jemi të vetëdijshëm o vëllezër, edhe motra nderuara, kjo është nata e parë nga 9 netët e fundit të muajit begat Ramazanit. Dhe veçoria e këtyre netëve është se Allahu i Lartësuar ka premtuar, ka garantuar që në një prej këtyre netëve është nata e Kadrit. Dhe siç edhe dëshmohet tashmë këtu elhamdulillah Zotit e prej vitesh, nata e Kadrit pikë së pari njëherë besimi që kanë njerëzit tek Allahu i Lartësuar, dëshira për të arritur mirësitë e Zotit dhe për të arritur në veçanti mirësitë e natës Kadrit, i tërheq zemrat e besimtarëve. I tërheq zemrat e besimtarëve edhe në këto net, edhe në këto orë të vona, sepse ne kemi thënë shpesh herë dhe ju e dini, lidhja dhe raporti i robit me Zotin është i shenjtë. Është lidhja më fisnike dhe më e fortë. Sa do të përpiqen dhe sa do janë përpjekur për gjatë gjithë kohrave, të këpusin, të shkëpusin, madje edhe ta dëmtojnë, këtë lidhje, këtë raport, nuk ja kanë dalë dot. Me të gjitha format, me të gjithë mekanizmat, me të gjitha sistemet, kur vjen puna, edhe pse në momentet caktuara, mbase është dukur, mbase është krijuar ideja se kaq e kishte. Kaq e kishte besimi, ose kaq e kishte lidhja, raporti i robit me Zotin, është një raport që nuk shkëputet ndonjëherë. Dhe ne falenderojmë Allahun e Lartësuar që e ka mbjell këtë lidhje, këtë dashuri, këtë përkushtim në zemrat tona. Dhe ne, për ta plotësuar këtë fjali që sapo thash, më kujtua ai hadithi kutsi ku Allahu i Lartësuar na komunikon dhe thotë: "O robërit e mi, të gjithë ju jeni nevojtar. Të gjithë ju jeni të uritur përveç atij që unë e ushqej, të gjithë ju jeni të etur përveç atij që unë i jap për të pirë, të gjithë ju jeni të zhveshur përveç atij që unë e vesh, të gjithë ju jeni të hutuar për të gjetur dhe për të bërë zgjedhjen e duhur përveç atij që unë e orientoj dhe ja mundsoj që t'ia qelloj të saktën, të vërtetën, udhëzimin. O robërit e mi, të gjithë ju jeni duke rëndur, duke punuar. Dhe pastaj sot unë u regjistroj dhe pastaj kur dini përpara meje në botën tjetër, ju shpërblej për atë gjë që keni vepruar. Prandaj në këto net të begata, duke filluar që nga nata e sotme, vërtet ne do të kalojmë mundet edhe pak mundim, edhe pak lodhje, qëndrim në këmbë, mirë po ajo gjë që na dëgjojnë veshët tanë është ajo gjë për të cilën Allahu i Lartësuar ka thënë: nëse do ta zbrisja këtë libër, Kur'anin famullar, mbi një mal, do ta shikoje malin të strukur, nga madhështia e fjalës së Zotit të Lartësuar. Dhe ky është bëhet fjalë për Kur'anin. Dhe ne kemi thënë shpesh herë që për asnjë arsye në botë nuk kishte shans që të rinin njerëzit me orë të tëra, të dëgjonin diçka që ndoshta nuk e kuptonin, ngjeshur aty supet me supë dhe këmbët me këmbë, bashkë njëri me tjetrin. Është jashtëzakonisht e vështirë për mosanet pa mundur për të gjetur motiv tjetër për të qëndruar në këtë formë përkushtimi. Vetëm i kërkojmë Allahut të Lartësuar që t'i pranojë prej nesh. Tani nata e Kadrit ne na duhet për të përsëritur edhe shpesh herë madhështinë e kësaj nate, thjesht për një detaj shumë të rëndësishëm, për faktin se njeriu do të përkushtohet në diçka në varësi të rëndësisë që i jep. Është e pamundur të gjesh dikë të përkushtohet për diçka nëse nuk e njeh, nëse nuk e vlerëson, nëse nuk e çmon atë. Në varësi të çmimit që do t'i vendosi natës së Kadrit, do t'i japi dhe përkushtimin. Në varësi të çmimit që do t'i vendosi agjërimit, do t'i japi dhe përkushtimin. Në varësi të çmimit që i vendosim namazit, për shembull, 5 herë në ditë, i japim dhe përkushtimin. Në varësi të çmimit që u vendosim prindërve, tanë të dashur dhe të shtrenjtë, u japim dhe përkushtimin. Në varësi të çmimit që u vendosim njëri tjetrit, i japim dhe përkushtimin, kohën, angazhimin një tjetër. E njëjta gjë. Në varësi të çmimit që i kemi vendosur kënaqësisë së Allahut, i kemi vendosur xhenetit, do t'i japim dhe përkushtimin. Kështu do t'i gjesh njerëz. Pse nuk angazhohesh? Pse nuk përkushtohet? Sepse kaq vlerësim ka, kaq ja ka vendosur çmimin. Ose shikon dikë i cili shumë i angazhuar, shumë i përkushtuar, i bie që për të, kjo ka shumë vlerë. Dhe ne tani, për ne nata e Kadrit ka shumë vlerë. Sepse për një natë thot Allahu i Lartësuar është më i mirë se 1000 muaj, më i mirë se një jetë. Të shkruan Zoti i gjithësisë në regjistrat e punëve të tua të mira
adhurimin e 83 viteve apo akoma më shumë. Më shumë është më e mirë. Nuk thot as është sa 1000 muaj, po thot më e mirë se 1000 muaj. Sa më mirë, Allahu e di se sa shkon shpërblimi dhe mirësia e kësaj natë. Çfarë ndodh në këtë natë? Ka dashur Zoti i Gjithësisë që në këtë natë zbresi Kur'anin famullar. Pra kjo natë ka marrë vlerë jo për dy arsye kryesore. E para, sepse në këtë natë ka zbritur ky libër, ka zbritur Allahu na këtë libër që është manuali ynë, është udhërrëfiesi ynë. Ky do të na orientojë tek Zoti, ky na orienton në zgjedhjen më të mirë, më të thukt, më të qelluar në jetën e kësaj bote, dhe ky na orienton, na ndriçon derisa të takojmë Zotin e Gjithësisë në botën tjetër. Ky është libri që vetëm përmendesh, e din me mira ndoshta miliona njerëz sot në botë. Përmendesh që nga kapaku në kapak. Duke filluar që nga 4 vjeçar dhe 5 vjeçar dhe deri tek njerëz që janë futur për ta mësuar përmendesh pas moshës 50 vjeçare. Dhe ja kanë arritur. 50 dhe 60 vjeçare. Dhe ja kanë arritur. Ky është libër që nëse nuk do të ishte prej Allahut, s'do të kishte shans dhe mundësi që të këndonin një orë përmendesh. Dhe kjo është çdo natë. Siç e thash dhe theksova, e dim përmendesh me miliona dhe me miliona njerëz, duke filluar musliman, duke filluar që nga fëmijët deri te këtë moshuarit. Ka dashur Allahu i lartësuar që këtë libër, Kur'anin famullar, ta zbresi pikërisht në natën e Kadrit. Duke qenë se ka zbritur Kur'ani famullar, merr vlerë kjo natë. Merr vlerë kjo natë. Kjo është arsyeja e parë. E dyta, sepse në këtë natë Allahu i lartësuar derdh mëshirën e tij. Fal, mëshiron, lartëson, shpërblen, nderon, shpëton si asnjëherë tjetër. Prandaj shikon muslimanët të tërhequr shumë pas kësaj nate. Edhe ata njerëz që ndoshta kanë një grimc besimi në zemrat e tyre. Thot kur është nata e Kadrit. Edhe ai që ka pak dije thot do bëj diçka të mirë, bën hall dhe u shpërndan komshive. Ashtu e di Zoti ja pranoft, edhe pse tjetër gjë kërkohet natën e Kadrit. Ama çdo shpirt i mirë, çdo njeri që ka në zemrën e tij sado pak besim, sado pak kontakt, lidhje, raport me Zotin e Gjithësisë, do të bëj diçka të mirë në këtë natë. Ne çfarë na kërkohet që kemi më shumë vetdiesim, ne na kërkohet të gdhim këto net. Qoftë dhe një fragment të këtyre netve, ai që e ka mundësi, siç edhe e kemi përzgjedhur. Dhe pse pikërisht në këtë orë, shumë mirë është elhamdulillah Zoti që pas jacis derisa mbaron koha apo fillon koha e sabahut, natë është. Dhe mirësi është çdo punë e mirë që bën në këtë natë quhet për në natën e Kadrit, e ke bën natën e Kadrit. Po pse pikërisht në këtë fragment kohor? Në fundin e natës, sepse është momenti më kulminant dhe është momenti ku Allahu i lartësuar zbret në qiellin e dunjas, në qiellin e fundit, zbritje siç i takon madhështisë së tij. Ne as nuk e krahasojmë dhe as nuk mundem që ta kapim në mënyrën se si zbret Zoti i Gjithësisë. Dhe thot, a ka prej robëve të mi që luten unë të përgjigjem? A ka prej robëve të mi, prej adhuruesve të mi që kanë kërkesa, kanë halla, kanë derte, duan mirësi, që unë t'u adhuroj, t'u amundsoj? A ka prej robëve të mi që kërkojnë falje dhe unë t'i fal, kërkojnë mëshirë dhe unë t'i mëshiroj? Dhe imagjinoni pak, kjo thirrje, kjo ftesë prej Zotit i Gjithësisë, çfarë gjën? Na gjën ne në xhami, duke qëndruar në këmbë, duke dëgjuar Kur'an, pastaj kur bijmë në ruku, madhurojmë Zotin e Gjithësisë, pastaj kur lëshohemi në sejdë, e madhurojmë akoma më shumë atë dhe kërkojmë falje, dhe kërkojmë mëshirën e Zotit, dhe lutemi për të mirave të kësaj bote dhe të botës tjetër. Njerëz të cilët vetëm fakti që janë në xhami kanë dy veçori të shenjta. E para kanë njohur madhështinë e Zotit dhe e dyta e ndiejnë veten e tyre shumë fukara, shumë nevojtar për Allahun e lartësuar. Dhe këto të dyja Allahu i lartësuar i vlerëson jashtëzakonisht shumë. Kanë njohur madhështinë e Zotit, të Allahut, dhe ndiejnë veten e tyre shumë nevojtar për Zotin e Gjithësisë. Ne përgjatë gjithë këtyre netëve, për mos u zgjatur shumë, përgjatë gjithë këtyre netëve ne do të bëjmë dua bashkërisht. Shfrytëzojeni momentin që jeni në sejdë dhe luteni Allahun lartësuar qoftë në gjuhën shqipe, çfarë ju buron prej shpirtit dhe prej zemrës. Gjëra të cilat janë halal të lejuara
dhe kërkoj Allahut çfarë të duash, prej të mirave të kësaj bote dhe të mirave të botës tjetër. Mirë, po ne bashkarisht do t'i lutemi Allahut të lartësuar, imami lutet dhe xhamati thot amin, amin. Vetëm për të tërhequr vëmendjen tuaj dhe vetëm për të kuptuar se çfarë i kërkojmë Zotit të gjithësisë dhe vetëm për të kuptuar se në çfarë dimensionesh, çfarë ambicie ne na lartëson kjo fe, unë thjesht do t'ju shkëpus dhe do t'ju lexoj disa prej këtyre lutjeve, thjesht lexim. Disa prej këtyre lutjeve që ne do t'i bëjmë bashkarisht. Për të kuptuar çfarë i kërkojmë Allahut dhe ku shkon dhe ku arri ambicia e muslimanit. Pra cilat janë dertet kryesore, hallet kryesore që ne ja kërkojmë Zotit të gjithësisë. Dhe lind pyetja nga i kemi marrë. Unë zakonisht e kam edhe tradit ose kam e pëlqej që të kufizohen vetëm tek ato lutje që ne Allahu na ka mësuar në Kur'anin famulart dhe i dërguari i Zotit i është drejtuar Allahu të lartësuar dhe ja ka kërkuar Zotit të gjithësisë. Pse se nuk ka lutje më të mira se sa ato që na ka mësuar Allahu, pastaj ato që na vet profeti Alisam i ka kërkuar Zotit të gjithësisë, sepse është njësi më i mirë i të mirave të kësaj bote dhe botës tjetër. Pastaj përveç këtyre ti dhe unë dhe gjithë secili prej nesh mund t'i kërkojë Allahut të lartësuar çfarë të doj. Për shembull, i themi Allahut të lartësuar, o Allah, na mundson që të jemi njerëz të mbar dhe njerëz të cilët të kanë droj, të friksohen ti o Zot, e ndiejnë madhështinë tënde. Duam që të kemi këtë frikë, të ndiejmë këtë madhështi dhe këtë mbikëqyrje, pa mbikëqyrjen tënde në mënyrë që kjo të mbajë larg punëve të këqija. Në mënyrë që ta mbaj larg punëve të këqija. Na mundso dhe na bëj të dashura në zemrat tona, punët e mira, adhurimet, sepse këto adhurime ne jemi të bindur do të na çojnë në kënaqësinë tënde dhe do ta çojnë në xhenet. Na mundso Zot dhe na bëj risk, të jemi të bindur në premtimin tënd, sepse bindja në premtimin tënd në mënyrë absolute na lehtëson ne të gjitha provat dhe vështirësitë. Pas vështirësisë vjen lehtësimi, atë nëse unë jam i bindur, do të më lehtësohet çdo gjë, o Allah. O Allah, më përmirëso të gjitha çështjet e kësaj dunjaje. Çështjet e kësaj dunjaje, sepse unë këtu do të jetoj përkohësisht, por njëkohësisht më përmirëso mua, o Allah, të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me botën tjetër, sepse aty është përjetësia ime. Pra më përmirëso çështjet e kësaj bote, më përmirëso çështjet e botës tjetër. Dhe bëje jetën time, çdo çast, çdo frymarrje që të jetë në dobinë time. Asnjëherë në dëmin tim, sepse ka frymarrje dhe ka veprime dhe ka vendimarrje të cilat janë edhe në dëm të njeriut, Zot na ruaj. Dhe gjithashtu bëje jetën time waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Bëj ditët e mia, muaj që unë jetoj, vese shtim të punëve të hajrit. Dhe bëje vdekjen kur të vi, do vi një moment, rahatan min kulli sharr. Momenti kur unë rahatohem nga hallet dhe problemet e kësaj dunjaje. Dhe kështu është vdekja për besimtarin. I kërkojmë Allahut të lartësuar, i themi o Allah, më mundësoj që unë të hedh dorën dhe të përzgjedh në jetën time çdo vepër e cila mua më bën risk mëshirën tënde, faljen tënde, bereqetin tënd, furnizimin tënd, më ruan nga çdo sherr, nga çdo problem, më bën risk xhenetin e përjetshëm dhe më ruan nga zjarri i xhehenemit. O Allah, unë të kërkoj prej çdo të mire, më bëj risk çdo të mirë, për të cilën ti ta ka kërkuar i dërguari i Zotit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhamedi alaihi wasallam çfarë tham, nuk ka lënë diçka të mirë vetë ja ka kërkuar Allahu të lartësuar. Dhe më ruaj nga çdo gjë që është sherr, për të cilën të ka kërkuar mbrojtje i dërguari tënd, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I kërkojmë Allahut dhe i themi o Allah, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër. Dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. I kërkojmë Allahut të lartësuar nëpërmjet këtyre lutjeve që Zoti i gjithësisë të na japi, të na mundsojë familje të mbarë, bashorte të mbara, motrat, të lutem bashortë të mbarë, fëmijë të cilët janë qurratu aynin lana, janë kënaqësi e syve dhe zemrës për ne. I kërkojmë Zotit i gjithësisë që ai risk që troket në dyert tona të jetë risk me bereqet dhe mos jetë sherr, sepse ndonjëherë na troket në shtëpitë tona dhe vjen pasuri dhe aty e kemi sherrin, do dikush bëhet pronar i diçkaje, gëzohet normalisht, mirë po nuk e di se atje mund të ta ketë sherr. Në një zgjedhje mund ta ketë sherr. Prandaj themi Allahut, unë dua
që ai rriske do të trokasën derën time të jetë vese hajër dhe të jetë vese bereqet. I lutemi Allahut të lartësuar po ashtu edhe për të përmirësuar gjendjen jo vetëm tonë, po gjendjen e gjithë muslimanëve dhe gjithë besimtarëve kudo qofshin në botë, e filluar nga ata që janë më të sprovuarit dhe deri tek të gjithë, sepse ne dimë shumë mirë që të gjithë muslimanët në mbar botën janë si një trup i vetëm dhe janë pjesëtar të një ndërtese të vetme që është ndërtesa e Islamit. I kërkojmë po ashtu Allahut të lartësuar që Zoti i gjithësisë t'i mbajë zemrat tona dhe t'i mbajë këmbët tona të qëndrueshme në të fe, sepse sprovat dhe fitnet dhe problemet dhe turbullirat në përditshmëri janë kaq të shumta dhe ndikimi nga shoqëria, nga ambienti është kaq i rrezikshëm sa që njeriu mund të rrshkasi në raport me Zotin e gjithësisë nga një moment në momentin tjetër dhe Allahu na ruaj nuk e kupton diçka të tillë. Mirë, këto ishin thjesht disa prej atyre gjërave të cilat ne, apo prej atyre duave, lutjeve që ne i kërkojmë Allahut të lartësuar bashkarisht. Esenca dhe thelbi është të gjitha të mirat e kësaj dunjaje dhe të botës tjetër. Tani, po gjithashtu nuk lëm apo nuk lihet pa u lutur dhe për të sëmurët që Allahu i lartësuar t'i shëroj, dhe për beqarët që Allahu i lartësuar t'i martoj, sepse vinë edhe porosit posaçme, sidomos për të sëmurët tanë që e lutim Zotin e gjithësisë, që Allahu t'i shëroj një orë më parë, por edhe për të beqarët, që gjithmonë thonë hosh, po për ne me fjala ka ndonjë lutje, patjetër që ka, po gjithsesi përqendroni dhe vetë, kryeni dhe sebepet dhe inshallah Zoti do martoheni deri në natën e Kadrit të ardhshme. Dhe të kundërt ka natë Kadrit tjetër, sabri një vit, derisa të vijë risku inshallah. Allahu na mbuloft me mirësitë e tij. Thjesht do t'ju kërkoja mos të lodheni, mos të humni ritmin, të shijojmë bashkarisht këto 9 net të cilat do kalojnë siç kaluan 20 netët dhe nuk i kuptuan. Edhe një herë tjetër e dini që inshallah do ketë suhur në xhami, kush dëshiron, pra do ham bashkarisht suhurin. Bujrum edhe inshallah Zotit Allahu na begatojë në gjitha veprat që ne bëjmë. Ta mbeti dhe namazi i vitrit 3 rekate dhe ezani inshallah do të jetë në kur është ezani në 35. Në 4:35 apo 50. Në 4:35 do të jetë ezani. Deri në orën 4:35 mund të konsumojmë suhurin inshallah. Falim vitin.